Sot është dita e historisë, jo vetëm e 20 shkurtit të vitit 1991, por po kaq e 20 shkurtit të vitit 2026. 20 shkurti i vitit 2021 solli pranverën e demokracisë, solli çlirimin e Shqipërisë nga kulti më mizor që shqiptarët kishin njohur në tërë historinë e tyre. 20 shkurti i 2026-ës do të sjellë pranverën e re, do të sjellë përmbysjen e hajdutit më të keq, më të pamëshirë, që shqiptarët kanë njohur në tërë historinë e tyre. Ndaj dhe jam këtu për të ftuar çdo qytetar shqiptar, çdo opozitar, qytetar të të gjitha bindjeve, të gjitha besimeve, pavarësisht se çfarë mendimesh, opinionesh, kritikash, pakënaqësirash, objeksionesh që mund të kemi për njëri tjetrin, të bashkohemi të gjithë kundër kësaj të keqje që po shtërron lëndën tonë kombëtare, kombin tonë, po shkatërron Shqipërinë. Sot është një ditë që çdo qytetar të shpreh zemërimin e tij në sheshin e dinjitetit, e guximit, e misionit. Ndaj dhe edhe njëherë ftesa ime për mbar shqiptarët në një uragan të fuqishëm që Tirana nuk e ka parë nga 91-shi, të bashkohemi për të firmosur së bashku fundin e këtij regjimi dhe fitoren e të ardhmes sonë, fitoren tonë. Faleminderit. Narkopolicia të kryej detyrat se zyrtarët po arratisen, po janë mbathin. Po janë mbathin. Si mit. Çfarë mendoni ju se janë arratisur është arratisur vetëm Agaçi? Janë arratisur 10 të tjerë. Një komshi e Lubis më thot 4 ditë që nuk vjen në shtëpi. Unë nuk them se është arratis. Por komshia se shef, shpreh shqetësim. Ku është thot? Sigur jam unë komshi i tyre. Pra, po. Absolutisht. Pra kjo është prekupimi. Sidoqoftë, i bëj thirrje organit të akuzës të bllokoj provizorisht të gjithë pasaportat e zyrtarëve që kanë dosjen skap, pa përjashtim. Sepse largimi absolutisht kudo që shkojnë do t'i gjejnë. Por është një akt shumë i turpshëm. Jam mbathi Agaçi. Jam mbathi Agasi, drejtora që s'ja u di emrat, ka një fugë masive nga administrata.
Përsa për këtë asaj që thonë ata, rendin protesta është paqësore. Ne organizojmë vetëm protesta paqësore. Dhe ne kemi platformë këte. Se po të donim ne, po të mos e kishim, nuk thonim ne protest paqësore. E kënë gjutë në përtakime më thonë mua, pse e thua paqësore? E them se e kam bindje unë atë. E kam platformate. E kemi platformë ne. Ne jemi opozitë demokratike. Opozita nuk ka bandit si që ka të tipit Proda dhe Sokol Bishga. Nuk ka në gjirën e saj kriminel si ata. Trafikant, vrasës. Ndaj dhe ky është një akt provokacioni i rëndë, i tyre që nuk ka asnjë impresion. Opozita do të vazhdoj gjerën fitore të plot dhe këta mi që po ikin do të kapen ku do që t'jenë. Ja u them unë, se të vjedhish 13 vite qytetar shqiptar dhe momentin kur mërvesh se lëshufjet arresti janë ba dhe ikën, absolutisht, së pari, korupcioni do shpallet krimi rënd. Së dyti, largimi do shpallet një krim që dyfishon denimin, në mos trefishon denimin. Çka do thot do kalben gjithë vitet e mbetur atjes në burg për këtë largim që bësh. Është pse ambath Edi Rama, qytetarët e shohin vetë përmbysjen me sy të tij. Edi Rama shpresë nuk kam. Ju dogje gjithë, thash, mit po ikin nga ania që po mbytet. Nuk ka. Forcën më të madhe, pushtimin e Vakëfit dhe Xhamis nga bandit me uniformë. Dhe kërkoj që njeri për i tyre të mos shkel në teritorin e Vakëfit dhe Xhamis. Protestuesit, absolutisht, përveç nderimit më të madh që kanë ata që falin namazin në xhami, nuk mund të kenë asgjë tjetër. Ata që hynë me uniforma, ata që përdorin teritorin kundër protestuesve paqësor, ata në ferr do përfundojnë. Në xhenem. Atje kanë vendin.